Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Ka nisur që në orën 8 votimi në Partinë Demokratike Dega Lushnjë dhe në të gjithë Shqipërinë për drejtimin e Partisë Demokratike. Procesi po zhvillohet i qetë, tha deputeti Sajmir Korreshi. Ka nisur sot procesi votimit në Partinë Demokratike, ku antarësia po shprehet për drejtimin e kësaj force politike. Në garë për kreun e Partisë Demokratike është vetëm kryetari aktual Sali Berisha. Procesi votimit ka filluar në orën 8 në të gjitha degët e partisë në vend, përfshirë edhe degën e Lushnjës, ku marrin pjesë rreth 1700 antar me të drejtë vote. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi deklaroi se votimi ka nisur qetësisht me pjesëmarrje të kënaqshme të antarëve që po shprehin mbështetjen e tyre për kryetarin aktual Berisha. Procesi, si shikoni, ka pas një pjesëmarrje kënaqshme që në orët e parë në gjithë, edhe pse ditë pushimi, ditë nga ka qenë një ditë festive me thënë drejtë mes demokratëve. Është para herë që këtu hyet si me qenë tamam një referendum ku shprehet gjithë, pavarësisht se Lushnja ka qenë dhe në këto momente nga gjithë që kemi takuar pro doktor Berishës, kështu që ka qenë një proces normal me 3 kryetar grup seksionesh, ju pjesën tjetër e pat dhe konstatuat vetë. Hyn dhe dalin njerëz në mënyrë shumë qytetare, domethënë tamam njerë nga votimet me shpreh referendumin nëse janë pro apo kundër, por pjesa më e madhe ka qenë optimiste dhe pro doktor Berishës. Procesi votimit po zhvillohet në mbi 90 qendra votimi në të gjithë vendin, ndërsa mbetet ende e paqartë shifra përfundimtare e antarëve me të drejtë vote, e cila pritet të saktësohet gjatë procesit. Panajiri, histori dhe traditë ku promovuan produktet lokale dhe trashëgimia kulturore u organizua për herë të parë në njësinë administrative Karbunar. Në njësinë administrative Karbunar u zhvillua për herë të parë panajiri histori dhe traditë, një aktivitet që mblodhi fermerë dhe biznese të zonës me qëllim promovimin e produkteve lokale dhe vlerave të trashëgimisë kulturore. Aktiviteti u shoqërua edhe me një ekspozitë fotografike me materiale historike nga fshatrat e njësisë, e cila njohu të pranishmit me zhvillimin dhe historinë e zonës ndër vite. Kjo është hera parë që tek ne organizohet një panajir i tillë. Dhe realisht jemi shumë të gëzuar dhe shumë të emocionuar që organizohet ky panajir në zonën tonë. Është shumë i rëndësishëm për promovimin e bizneseve dhe banorëve të zonës për të promovuar bizneset dhe ushqimet dhe madhrat që ato shesin dhe tregtojnë. Për çfarë njihet zona Karbunare? Nuk është se ne kemi një produkt specifik që njemi, paka shumë zona është më shumë e mbushur me ullishta dhe sera, më thonë në fushën e bujqësisë. Unë personalisht merrem me bletari, kam një park të konsiderueshëm bledhës, rreth 100 bledh. Për zonën tonë që do me dhënje, kjo është një panajiri për neve na ndihmon për reklamuar produktet tona. Ne kemi 30 vjet, kemi biznesin edhe për ne është një gjë e mirë panajiri. Zona Karbunar njihet për shumë produkte. Duke filluar nga ulliri, nga pemtaria, këtë gjitha, blektoria po ashtu, vrejstaria. Atmosfera u bë më festive nga grupi Myzeqeja, i cili performoi valle dhe këngë tradicionale myzeqare dhe qendra kulturore e fëmijëve Lushnjë me kërcimet aerobike. Në panajir morën pjesë kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, e shoqëruar nga nënkryetaret Edlira Mezini dhe Maldrita Bardho, ministri i financave Petrit Malaj dhe deputetët Elton Korreshi dhe Kiduina Zaka. Përfaqësuesit vizituan stendat e fermerëve dhe u njohën nga afër me produktet e ekspozuara. Kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa u shpreh se aktivitete të tilla po zhvillohen në njësitë administrative të bashkisë Lushnjë me synim promovimin e traditave dhe veçorive të çdo zone. Traditën e bukur të festave lokale, ne këtë vit po e zhvillojmë edhe në njësinë administrative Karbunar, pikërisht në këtë shesh i cili pak kohë më parë ju nështrua edhe një rikonstruksioni total dhe sot e shohim me këtë pamje shumë bukur, dhe patjetër që traditën e bukur të festave të njësive të tjera po organizojmë dhe këtu, sepse duam që të promovojmë çdo zonë të territorit të bashkisë Lushnjë, por patjetër të organizojmë dhe aktivitete kulturore në mënyrë që edhe banorët e kësaj zone të kenë disa orë shlose nëpërmjet këtij aktiviteti.
Divjaka hapi sezonin turistik veror 2026 me një koncert festiv mes shumë të pranishmëve, vendas dhe të huaj. Divjaka ka çelur zyrtarisht sezonin turistik veror 2026. Çelja e sezonit u bë në parkun kombëtar pranë kullës 360 gradë dhe qendrës së vizitorëve. Atmosferë elektrizuese me praninë e një numri të madh qytetarësh ku nuk kanë munguar kryetari i Bashkisë Divjak Josif Gorrea, ministri i Financave Petrit Malaj, deputetët e zonës dhe drejtuesja politike e qarkut Fier Belinda Balluku. Koncerti organizuar me këtë rast u hap me performancën e sazeve të Myzeqes. Më pas kanë dalë në skenë edhe miset e Shqipërisë. Koncerti vijoi me këngëtaren Eranda Libohova si dhe këngëtar e grupe të tjera. Divjaka prej vitesh njihet për frekuentimin e madh dhe gjithmonë rritje të vizitorëve vendase të huaj. Bizneset e shumta të Divjakës, por edhe zonës përreth, kanë ekspozuar produktet që ofrojnë për vizitorët, ku dominon tradicionalja, ngjalla dhe peshku i lagunës, si dhe gatimet e tjera. Ngjalla që ka Divjaka nuk e kanë me asnjë qytet. Kjo është fakt tashmë dhe dihet botërisht. Por ne ofrojmë të gjitha gjërat që del nga laguna, nga deti. Së fundmi kemi futur dhe disa ushqime të tjera që të cilët po pëlqejnë tradicionale, po pëlqejnë nga turistat vendas, po ashtu edhe shumë nga të huaj, të cilët nuk mungojnë si çdo vit. Këtë vit duket që është shumë mirë, duke filluar nga turistë spanjoll, nga gjerman, nga shumë turistë. Por shohim që ka nisur mirë dhe shpresoj që do jetë shumë mirë. Divjaka vitet e fundit ka bërë diçka më ndryshe, sepse një turist mundohet që mos të vi vetëm për një drek ose për drekuar diku me një vend që ka një emër, por është mundësuar shumë gjëra të ndryshme, pjesa e xhirove me varg, kulla, ka disa atraksione të ndryshme për një turist që mos jetë vetëm për një drek ose për të pushuar një orë, por mund të rrijë gjatë ditës, mund ta shfrytëzojë komplet ditën. Po sa po vjen dhe turizmi i huaj, po afrohet sa më shumë. Këto ditë ne kemi punuar shumë me turizmin e huaj, po dhe vendasit shumë. Edhe pëlqejnë më shumë turistat e huaj. Turistat e huaj te janë te peshku, rizotot, tavat. Janë më shumë tek zonat e gjërat e vendit tonë, gjërat e lagunës. Gjërat tradicionale tona, siç është ngjalla, siç e folëm, qepulli edhe çokujon. Prej vitesh në Divjak ka dhe shumë rezident nga shteti italian, të cilët e pëlqejnë zonën, natyrën dhe njerëzit mikpritës. Partia Demokratike në Fier po vazhdon procesin e votimit për kryetarin e Partisë Demokratike, normalisht me pjesëmarrje të lartë dhe bie në sy rikthimi i mbështetësve. Demokratët do të rikthehen në shtëpinë e tyre. Kështu është shprehur kryetari i Partisë Demokratike Fier Ardian Ferro, i cili në një prononcim për mediat ka dhënë detaje në lidhje me procesin, i cili sipas tij ka nisur normalisht me pjesëmarrje të lartë, duke theksuar se kjo frymë tregon rikthimin në Partinë Demokratike të gjithë mbështetësve pavarësisht përçarjeve të mëparshme. Ferro ka pohuar gjithashtu se vihet re rikthimi besnikëve, veçanërisht i mbështetësve të Bashës, çka tregon se edhe dega e Fierit do t'i rikthehet normalitetit pas problemeve të shumta, veçanërisht pas disfatës së zgjedhjeve të 11 majit. Në këtë referendum, populli i Fierit po tregon veten që është që është popull demokrat dhe është mbështetje të profesor Dr. Sali Berishës. Ashtu siç e dini edhe ju, Partia Demokratike kaloi një periudhë shumë të vështirë, megjithatë ne po bëjmë maksimumin që demokratët të rikthehen në shtëpinë e vet dhe të jemi së bashku për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë, ajo çfarë vihet re në orët e para të votimit të ditës së sotme është prania e besnikëve të Berishës, të cilët e shohin figurën e Berishës si emblem të pazëvendësueshme. 72 vjeçari Beqir Shkrela ka marrë rrugën nga Libofsha vetëm për të votuar Sali Berishën. Ka marrë për votuar për Partinë Demokratike. Jeni votues besnik? Jam besnik i Sali Berishës. Një hetër që kur u kthye sistemi, deri sot unë nuk kam ndryshuar asnjëherë. Më kanë dhënë shumë gjëra pozitive të tjerë, na t'japim lek, na kështu, kthe ende, jo. Partia Demokratike sot nuk është ajo që duhet të ishte, për shkak të përçarjeve të mëdha brenda saj, në një kohë kur kjo qeveri ka marrë plumba hajdutërien nga të gjitha anët dhe është kritikuar brenda dhe jashtë vendit, u shpreh një ndër themeluesit e degës së Partisë Demokratike në Fier, Fatos Mihali. Natyrisht Partia Demokratike sot nuk është ajo që duhet ishte. Janë 35 vjet në cilën PD-ja duhet kishte qenë më shumë në pushtet. Se veprat që kanë ngritur në qeverisjen e saj janë vepra që sot do ekzistojnë edhe mot edhe në të ardhmen,
janë vepra që do të ngelen në kujtes të njerëzve të këtë Shqipërisë të rindërtuar. Aq më tepër që sot kjo qeveri, që ka mbi 12-13 vjet që drejton, po goditet nga të katra, ka marrë plumba hajdutërie nga të gjitha anët e xhaketës e të pantalloneve, s'ka lënë njëri pa e kritikuar jashtë dhe brenda që kjo qeveri duhet të bjeri dhe të kishte rënë sa më shpejt. Do kishte rënë nëse Partia Demokratike do të kishte një organizim tjetër, nuk do të ishe shkatruar, nuk do të shitesh nga një ish kryetar si Lul Basha, cili i pruri gjithë këto dëme dhe partia s'kishte kohë. E para duhet të shikonte veten se ku ishte. E dyta duhet të bënte një herë si u votën këto zgjedhje e tjera dhe harxhoi shumë kohë. Për mua koha më e madhe që duhet të harxhoj partia, por ende ka kohë, është të organizojë Partinë Demokratike. Të moshuarit e fshatit Çorush të Mallakastrës mbijetojnë me tregtimin e bimbëve mjekësore, por ankohen për çmimet e ulta. Banorët e mbetur në fshatin Çorush të Mallakastrës mbijetojnë me mbledhjen dhe tregtimin e bimbëve medicinale. Kryesisht të moshuarit i sheh gjatë sezonit të mbledhjes së bimbëve, të mbledhin me mundime të mëdha, shtog, rigon, hithra dhe bimë të tjera medicinale, si e vetmja mënyrë për të siguruar të ardhura shtesë mbi pensionin e pamjaftueshëm. Gjatë kësaj periudhe, shumë banorë të këtij fshati piktoresk që në orët e para të mëngjesit i drejtohen kodrave për të mbledhur bimë mjekësore, ndonse vitet e fundit çmimi është tepër i ulët dhe fitimi i pakët. Bashkëshortët Barjame Asime Mahmutaj tregojnë se pavarësisht se mbledhja e tyre është një proces i vështirë, kjo është e vetmja mundësi për të siguruar sadopak të ardhura. Ne merrem me mbledhjen e bimet. Ky është shtogu. Ky ka qenë deri në 4-5.000 lekilja, sot ne e shesim për 4.000 lekilër. Ka rënë tregu. Ka rënë nuk ka konkurrencë vitamarit neve punoj, sa nxjerrim sa as bukën. Tash unë gjithë dita, jam 70 vjeç. Deri ndakët, unë s'besoj ta bëj kile. Kjo është ajo që neve vuajmë. Çfarë shtyn që të merreni me to? E keqja. Unë 100.000 lekë pension marr. Drita, ujë, ilaçe. Këto kam. Merret një pjesë e mirë e banorëve këtu me po thoj se rreth 20% e banorëve të fshatit merren me punë. Vim nga e keqja se s'kemi ku ushqemi. Fëmijë kemi plot, kemi 5 fëmijë. I kemi në emigracion, nuk ushqejnë dot veten e tyre dhe fëmijët e tyre, jo dokumenta i shfrytëzon greku, po të kishim punë, vinin këtu, ushqeshin këtu, edhe ne i kishim në shtëpi dhe ne do ushqeshim. Nashti nuk u bjem dot me qa fëmijëve, se s'kam për vete qa do ushqejne. Me një qitë me lek pension që merr burri, qa të bëjun para, të paguaj drita, të paguaj ujë, të ushqejem për vete, po dhe sëmundje halle probleme plot, dhe jemi të detyruar, mbledhim nga kjo, sa të shkoj, le të shkoj, për mëshirë të fatit. Vite më parë, pothuajse i gjithë fshati mblidhte bimë mjekësore pasi tregtoheshin me çmim të leverdisshëm, thot Luiza Dervishaj, por së fundi interesi ka rënë. Kemi nevojë për çmime fikse dhe për një pikë grumbullimi, thot ajo, pasi vetëm në këtë mënyrë do ja vlente mundi. Tjetë një pikë standarde, të dimë edhe ne ku jemi, jo të punojmë kohë, dhe jo të vinë 10 veta këtu, unë e marr kaq, pastaj ne jemi me humbje se kur vinë shumë veta, ai fëmia me shumë ami, s'del mirë. Edhe për këtë po, kjo është një gjë e mirë. Edhe fshati aktivizohet të gjithë. Ata thonë s'mblidhen fare dhe e lënë aty sa ta marrin për 100 lekë. Në Çorush, tradita e mbledhjes dhe shitjes së bimëve medicinale ka vijuar ndër breza, duke e kthyer në një burim të ardhurash për shumë familje, por së fundi jo vetëm çmimet e ulta, por dhe largimi i të rinjve, duke se kanë penalizuar këtë sektor të rëndësishëm të ekonomisë lokale, duke e çuar drejt braktisjes së plot. Duhet e ishte në arrest shtëpie në Fier. Alessio Gjello qëllon mbi policin greke gjatë tentativës për arratisje në Mikrolimano, plagoset dhe i gjenden nga policia greke armë dhe granata. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në zonën e Mikrolimanos në Athinë, ku një shtetas shqiptar është përfshirë në shkëmbim zjarri me policin greke. Rreth orës 5:30, efektivët e stacionit të Pireut kanë ndaluar një person të dyshimt për kontroll, por gjatë ndërhyrjes ai ka tentuar të largohet dhe ka drejtuar armën ndaj një oficeri policie.
Policia është kundërpërgjigjur me zjarr duke plagosur autorin, i cili është transportuar në spitalin Atikon. Në vendngjarje janë gjetur 3 armë zjarri dhe 6 granata që dyshohet se i përkisnin të dyshuarit. Më pas i plagosuri është identifikuar si Alessio Gjello, 41 vjeç nga Fieri, i njohur edhe me Nofkën Titi me precedent të rënd penal dhe emër tjetër të përdorur në të kaluarën. Ai rezulton gjithashtu i arratisur nga burgu i Petrorallit në Greqi në vitin 2019, gjatë një incidenti ku kishte marrë peng një gardian. Sipas të dhënave, ai ka qenë më parë i përfshirë në një sër veprash të rënda penale dhe ndodhej në burg, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një greku dhe i përfshirë në 8 shkëmbime zjarri me polici në Greqi, si dhe në dhunimin e gruas së një diplomati të huaj gjatë grabitjes së shtëpisë së tyre dhe në rrëmbimin e një të riu që e liroi pasi mori shumë para nga familja e tij. Pas arratisjes, ai ishte rikthyer në Shqipëri dhe ishte arrestuar në Vlorë në vitin 2019. Drejtësia greke dërgoi dosjen e tij në Shqipëri dhe gjykata vendosi ndaj tij masën arrest shtëpie për akuzat trafikimi armëve dhe municionit luftarak, largimit të burgosurit nga vendi qëndrimit, rrëmbimi ose mbajtja penge personit dhe vrasja e punojësve të policisë së shtetit e mbetur në tentativë. Këtë mas ai e kryente në banesën e tij në mbikëqyrjen e FNSH-s. Autoritetet greke po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për origjinën e arsenalit të armëve të gjetur në vendin e ngjarjes. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.